Nga dita e sotme, parkingjet publike në një pjesë të qytetit të Kërçovës kanë filluar të funksionojnë me pagesë. Qytetarët e Kërçovës në përgjithësi e mirëpresin këtë masë duke e konsideruar si një hap drejt rregullimit të komunikacionit. Megjithatë, një pjesë e tyre shprehen të pakënaqur për mungesën e informacionit të mjaftueshëm dhe në kohë nga autoritetet lokale. E kum ne para disa ditë kështu, ama sa e folën në gjë nuk e kum ne, po është e keq. Për gurbeqarët që do vinë, ata kërkojnë parkingje. A këta janë gjithë zonë, gjithë këta banorët që i banojnë kënena janë i lanë këto këqerë, ata në pas problem për parkingjet. A jeni të informu sot se si duhet parkohet? Jo, se kum ne jo, ose për vete jo, pa do shta kanë informu ata. Ma heret një javë, 2 javë të dinë njërëzë se që ka të bojnë, që atë pohën. Besoj që merë, do ketë për gjithë, do jetë merë, në për dysa nuk do jetë me, po për dysa do jetë me, se s'ka parkingje. Në qoftë se nuk ka parkinga tjera, do të ketë me pagesë, ne do të ketë një ndërtim vetëm për parking si në diasporë. Që për shembull unë jam në Zvicër po ka parkinga, ndërtesë veçantisht vetëm për parkinga me pagesë. E që aty kur i parkojmë i mirat, po normal ka edhe parkinga me orë, ka parkinga për gjithë të lash, po unë e shaf në rregull që tjetë me pagesë. Po këshire, me gjitha ta është në rregull, duhet të ketë parking edhe me tjetë me pagesë, këshu baremimit sigurt ku i parkojmë. Za ga ne sme nikuj ništo informiran, evo jas sam građanin na grad Kičevo, tuka sam. Deri më tani askush nuk na ka informuar. Jam qytetari i Kërçovës, jetoj këtu. Deri më tani askush nuk na ka thënë asgjë. Më parë ndalova veturën të parkoj dhe më thonë duhet të paguash 30 denar për një orë. I thash në rregull, s'është problem, por nuk do të qëndroj një orë, do të shkoj më herët. Kjo ishte. Duhet të na kishin njoftuar 1 apo 2 muaj më parë dhe të pyeteshin qytetarët ta pajtohen me këtë vendim. Veç kësaj, qytetarët theksojnë nevojën urgjente për vendosjen e një linje funksionale të transportit publik që do të lehtësonte lëvizjen dhe do të reduktonte numrin e automjeteve në qytet. Po, është majë, na jo merë është. Pse jo? Nuk do ta morën shkirën, do hybish transportit, busave, ose çka do ketë në për qytet, do shkosh me ata, nuk do hybish. Po. Pa qete, 75 minuta e ke transportin publik e ke. Po nuk o keq të ketë edhe një opcion i tillë, se jo. Që për shembull unë nuk dal me maqinë, dal me motor, e di që parkingun e kam sigurt. Po, me thonë është mirë të ketë transport publik. Po, është mirë. I treba da go napravit, bare da ima autobusi za narodot, za gradot, da se. Po, do të ishte mirë të kishte autobus për qytetarët. Pagesa bëhet përmes SMS-it në numrin 144-144, ndërsa çmimet ndryshojnë sipas zonës. Zona A 30 denar për orë, zona B 20 denar për orë dhe zona C 10 denar për orë, ndërsa për banorët të cilët jetojnë në zonat përkatëse, çmimet janë dukshëm më të ulta. Orari i pagesës është nga ora 7 e mëngjesit deri në ora 22.